Mister të Shkodra, mirë mbrëma në këtë transmetim të drejt për drejt në emisionin Emocionet e Botërorit, teksa na mungohen gazetari Gaspar Marku, po do të kemi mundësi ndoshta në një moment të lidhemi drejt për drejt me të, ku na pret nga Kosova, nga Prishtina më saktë, teksa ka ndjekur edhe ndeshjen e Conference League Marisheva Vllaznia, por gjithsesi ne premtojmë të kemi disa minuta të këndshme në lidhje me Botërorin, me të ftuarit Arber Shitani. Përshëndetje, mirë mbrëma, profesor. Mirë së gjetan. Kemi Blerta Koplikun, gazetaren. Përshëndetje, mirë mbrëma. Duhe ndonë, po okej. E pranoj, me akulpa. E pranoj, të duke mos shën një tifoze mirë fjot, por gjithsesi të përshëndes, kënaqësi si gjithmonë. Ti mbi gjitha ftuar dhe të flasësh për sportin, është një ndër tematikat personalisht më të vështira, por që doja dak në sukses. Patjetër. Dhe trajneri Malvin Macerovi, përshëndetje, mirë mbrëma, profesor. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta. Tifoz i Hollandës. Blerta? Historikisht për Brazilin, ndonë se du ta cilësoj, nuk rrit do të pathën, se në kohën kur unë kam qenë tifoze me Brazilin, ka qenë Ronaldo e ndër lojtarët e mi të preferuar, nuk është më aja ai Brazil, se për një moment do të thoja ajo vllazni, nuk e shmangim dot atë temë. Por keqardhja më e madhe që u largu shumë shpejt, gjithsesi. Profesor, ne së bashku jemi tifoz të Italisë, kështu që e kemi parë më të relaksuar këtë botëror, apo jo? Nga tifozën e kthim spektator. Po hymë një herë në temë se pas pak do të kemi edhe një tjetër gjysmëfinale të zjarrt mes Argjentinës dhe Anglisë, ndaj po trajtoj pak Francën se ishte surprizuese humbja në fakt me Spanjën, ishte skuadra për të mundur e këtij botërori. Çfarë ndodhi? Absolutisht po, gjatë gjithë kompeticionit ai ka kënë mendimi se skuadra për të mundur ishte Franca, por me batut mund të them që francezët u futën si xhelat ashtu si kanë në stem dhe dolin si pula, ndërkohë që spanjollët luftuan si dema, të vërtet, dhe realisht e zvogluan Francën në ato nivele ku ti mundohesh të bash një analizë teknike dhe nuk e arrin për asnjë moment se si ato lojtarët të Francë në harkun e 90 minutave nuk kanë një rast të rëndësishëm për para portës e Spanjës. Absolutisht kjo është për merit 100% të ekipit spanjoll, ku mes tjerave unë gjykoj se ishte një fitore shumë e meritume e trajnerit të Spanjës, ku absolutisht Nesha tregoj se kishte përgatitur neshën shumë herë më mirë se sa trajneri francez, po do ashtu më dhënë nën askuj, por ajo që u po gati të ndërpres, është po mujton të mos e ndërpresish, kërkoj ndjes Mario, por ndoshta si në profesionin e gazetarit nuk rri dot, pse ndodh diçka e tillë që skuadrat më të mira të largohen shumë shpejt nga botënori edhe të mos na adhurojnë atë spektaklin që kemi parë ndër vite. Ndonse profesori pak më parë edhe përmendi ishte një Francë që rezultoi e mirë, por gjithsesi duke patur parasysh Gjermania, Brazili që largohen aq shpejt, është pak e dhimbshme, edhe vehet të re ajo ndjeshmëria e publikut dhe jo ajo energjia e dikurshme, dhe pak më parë po e diskutonim që na mungon duke patur parasysh një tifozës si unë. Pastaj imagjino të gjithë kritiket e sportit. Realisht, me shumë drejt, pra zonja bën një analizë gazetare, dhe sigurisht që në analizët e një gazetarit, Franca, Brazili, e tjerë, konsiderohen si ekipet më të mira, por ama ndryshe nga analiza e një gazetarit, një specialist analizon anin teknike, dhe përsa kohë jemi në këto kushte, ekipi më i mirë realisht nuk mund të themi se ishte Franca, por ishte dukshëm Spanja, dhe në fundit teoria dhe letra që ke përpara neshës, meten thjesht në letër, ama fusha është ajo që tregon dhe mbram tregoj se ekipi ndoshta për të mundur ndryshe prej pritshmërive të opinionit realisht është Spanja. Malvin nuk volli gjë Spanja, në fakt edhe pse u përfol për një favorizim disi edhe në ndeshjen e mbrëmshme. Ishte penalti apo jo? Jo, pa hi detajet e penaltia e cilësoj më përpara dhe profesori që tha që nëse secili prej nesh më përpara të bëjë një analizë pak të ftoftë nga që vi prej fushës futbollit, mund të mendoshim që Franca ishte favoritja kryesore në këtë meshës, por ne nuk mund të thojmë që Spanja është ekipi i vogël apo Spanja është ekipi që mund mos e konsiderohet e favorit.
sepse diferencat po të ishin të vogla, se cila mund të ishte favorite. Por ajo që bani faktikisht shumë përshtypje ishte sepse Franca deri në ato momente, deri në ndeshjen me Spanjën, po kalonte një formë mirë, edhe secili prej nesh kishte kënaqësi, them drejtën që shikoshim Francën të lutë, Spanja ndoshta nuk ishte në ritmin apo në formën që ishte Franca, por ama çdo llogari që mund të bësh futboll jo gjithmonë del, ishte ajo që tha edhe profesori përpara që tani spojës që ta s'kena që të gjykojmë, po si ide ishte e përgatitur ndeshja në çdo detaj të mundshëm sepse të bash dukesh një ekip aq i vogël Franca, me tanë ata yje që ka mbrana, apo me atë formë që po kalote, apo me atë formë që tregoi në ndeshjen më përparshme, sinqerisht kjo. Sa e vërtetë është skuadra që dominon me sfushën arrin të fitojë edhe ndeshjet në fakt dhe Spanja e bëri këtë. Spanja bëri Spanjën në fakt, nuk është se në gjuhën figurative në futboll mesi fusha kaloi një qytetit, po pushtove kalon të pushtu qytetin. E njëjta gjë është edhe në futboll, po mundem të marr mesin e fushë, besoj që kem rrit me marr lojën në kontroll, gjë që Spanja dje e bani me lehtësinë më të madhe, u duk Franca një ekip si më thënë këtë normal për Spanjën deri që thënë deri në atë periudhë nuk e kishte tregu atë normalitet, le ta quajmë ose atë anormalitet që tregoi, sepse Franca tregoi një formë jashtëzakonisht mirë tanta ndeshje që ishte para ndeshjes me Spanjën. Edhe kjo diftej këtë qartë dhe këtë saktë se jo gjithmonë favorit apo jo gjithmonë llogaridal si mos parashikimeve. Po mujtën në këtë fazë ku jena në fazën gjysmëfinale që të bëjmë një parashikim të saktë se çfarë mund të ndodhi sepse aty hyje botët apo ato trajnera botënore e vërtet. Megjithatë mbaj mend profesor që trajneri i Egjiptit fliste për favorizime në këtë botëror. Për shembull, Argentina është skuadra më e paragjykuar, do të thoja, që favorizohet. Dhe ka patur, si ke parë pjesën jashtë fushës së blertë, në të vërtetë të këtij botërori? Shiko, tash të vërtetën nuk e di, më duket 140 sa ndeshje zhvillohen dhe po atjetër në gjithë këto ndeshje ka edhe momente të dyshimta, të cilat han diskutim shumë, ku në momentet saktume realisht kanë audisi të dukshme, për të qenë sinqert. Sigurisht që ne flasim sot në kushtet ku vari është në kushte perfekte, ku asgjë nuk kalon pa u pa, edhe në qoftë se kalon, do të thotë si ka minimumi dashamirësinë e dikujt që të kalojnë. Dhe sigurisht që ka pas momente dyshimta në lidhje me ndeshjen e mbrëmshme, që ne pame në harkun e 90 minutave unë gjykoj se kaloi skuadra më e mirë. Pra skuadra e cila kishte përgatitur më mirë ndeshjen dhe po ta shohim te Spanja nuk kishte një lojtar që ti mund ta evidentosh sepse bani një super ndeshje. Pse? Sepse ishin gjithë nivel dhe nuk kishte si të bënte dikush diferencë. Pra aty kishte ishte një skuadër agresive ku realisht mes fusha duket sikur Spanja e ka traditën e saj mes fushën, por mos harrojmë se po i merr mes fushën një Francë e cila i ka lojtar të si luajnë nivelin më të lartë të mundshëm dhe po atëherë që ti nuk mund t'ia fitosh mes fushën nëse ti nuk ke një agresivitet shumë të lartë, edhe po ta shohim në momentin që Spanja humbte topin, kishte një pressing pothuajse asfiksues. Dakor, profesor, por mua më bëri përshtypje ndjes që të ndërpres. Po si është e mundur një skuadër që etiketohet dhe kuotohet si më e favorizuar për ta fituar këtë botëror, nuk reagon ndaj dizavantazhit, sepse tani duhet parë edhe ky skenar i dytë që skuadra mund të jetë në dizavantazh dhe të reagojë, ndërkohë që Franca nuk e bëri këtë gjë. Absolutisht biles. Forca një skuadre shifet kur duhet reagojnë. Gjë që kjo ishte habia më e madhe e mundshme, sepse Franca për asnjë moment mram nuk reagoi, ku unë nuk moj mend përveç se një gjujtje në minutat shtesë Dembele si më shumë ishte dëshpëruese pas ndërtim portiet, nuk pa me një reagim. Çka tregon se ato kanë cilësi shumë të mira dhe absolutisht sulmi i Francës pavarësisht kualifikon apo jo, është me diferencë sulmi me cilësitë më të larta në raport me ekipet e këtij kompeticioni. Por nuk janë mjaftueshëm ekip. Por nuk janë mjaftueshëm ekip për t'i vu të gjithë në shërbim të skuadrës. Pra ndryshe nga ekipi francez, që është Paris Saint-Germain, ku ne shohim një skuadër nga i pari deri te fundi që sakrifikon, pra ku topi i art zbret deri te vija fundore për me mbyll kundërshtarin, ndërkohë te Franca nuk e shohim Dembelen. Shohim Barcola si zbret deri te vija fundore për me mbrojtë te Parisi, ndërkohë që nuk e shohim te Franca. Shohim lojtarë të cilët nuk janë ato që janë te klubet.
çfarë do të thotë që nuk ka pas një harmoni të mirë të paktën mes që ne shohim nga jashtë, sepse është e pamujtur edhe teorikisht si një skuadër me përballu Francën në atë nivel që mos më lënë me gjujt në port për 90 minuta. Pra duke i dhënë gjitha meritat e mundshme Spanjës, por është qartësisht e dukshme sepse lidhe me harmoninë besoj se ka diçka që nuk shon te Franca. Askush nuk mund të thonë se Franca nuk e vlerëson ashtu si duhet Spanjën, sepse është larg ke pjesa, por diskutimet sot të specialistëve të niveleve të larta flasin shumë për diferencën e përgatitjes neshës, ku ndryshimet si ka bërë trajneri i Francës realisht kanë dështu, pra me Tchouaménin në sfush, i cili nuk ishte për asnjë moment në neshe, dhe neshet më përpara ka luajtur lojtari i Romës si Kone mos u gabosh, i cili ka pas performanca të jashtëzakonshme, dhe të ndryshosh një lojtar të tillë në sfush në ato momente, realisht është rrezik gjatë që nuk i doli. Po ashtu edhe mbrojtësi i majt i cili sepse diferencat në këto përballje i bajnë detajet, dhe veprimi i mbrojtësit të majt që luan me Evertonin ishte veprim amator. Pastaj ne mund diskutojmë çdo top i prekur me dorë në zonë nga sulmuesi me rregullohet mirëfillt është fall dhe mund të interpretohet etj. Kjo është një diskutim tjetër, ama veprimi ishte amatoresk. Pra realisht unë gjykoj se aty shifet qartë dora e trajnerit të Spanjës kundër trajnerit të Francës. Qartë ishte edhe ndeshje trajnerësh në fakt, po Malvin, a është kjo një surprizë eliminimi i Francës në këtë fazë të botërorit në gjysmëfinale? Duket sikur opinioni ishte përgatitur të kishte një Francë-Argjentinë ndoshta. Atëherë, në bazë që mund të jetë edhe finalja vendit të 3-4. Në bazë të parashikimeve apo në bazë të situatave apo rrethanave të krijuara deri në këtë momente, besoj që secili për opinionit pritet që Franca të kalonte. Por ama unë nuk mund të rri, si më thënë, po përmend po dosh me hin ndoshta shumë në detaje, por përmend po them Franca, po ajo ç'a boni dje Spanja, domethënë edhe me studiua pak e vështirë. Unë nuk mund me thënë se më thënë vetëm te përçamja e grupit. Na mundën me thënë edhe këtë tjetër sepse detajet bëjnë shumë diferencë, domethënë parasimu që bote Spanja ishte asfiksus, domethënë në një mënyrë të bash një ekip aq të madh, me atë lojtarë që në formë, me atë sumë që kishte, që ka apo që kishte apo që ka. Pra se Franca e bënte këtë gjë me kundërshtarët e saj. Atëherë, gjithmonë jo në çdo rast e keqja këtij është e mira këtij tjetrit, por ama duhet pa edhe këtë tjetër sepse ka dhe merit ky që e bën me bë aq ky ekipi kundërshtar që e bën mundi është vogël ekipi që ka përballë. Po në futboll e thamë më përpara se Franca, po jo në çdo rast, domethënë jo në çdo rast fiton favoriti, pra sepse kjo difton futboll jo vetëm këtë rastin Francës, po apo futboll shumë shpesh, domethënë nuk është fikse si më thënë 1-1 ban 2 sepse jo në çdo rast ka fitu favoriti, po këto le t'i quajmë surprizat, janë të hershme, nuk ka sa ka noto për herë të parë. Ama ka duket pak më e habishme mënyra e eliminimit të Francës, sepse ishte ai ekipi që jo vetëm që u fry, po të palla kualitetet që ka, të palla e curin, domethënë që tregoj te botënor, normalisht që ishte ajo. Por ama unë mendoj që merita kryesore është trajnerit të Spanjës, të harmonia taktike që ka kriju, të një ekip që lozin një mod vetë i saj, të një ekip që luftojnë një mod vetë i saj, të një ekip që luftojnë 8-11 se si me marrë atë punë, mendoj që kja bën një diferencën, pra të harmonia, por kryesore ana taktike, edhe le ta quajmë pak më thjesht të bindja që ata mund të boshin atë që kërkon trajneri. Pra, ai u mundu me bë atë që ka armën më të fortë. Cila ishte arma më e fortë e Spanjës? Ishte grupi. U mundu grupin me e lidh, atë pra, me e lidh grupin 100% në vet, edhe grupit i morri 100% në vet. Mos harrojmë se trajneri spanjoll është një grup që këtë e njeh. Këtë mirë është një grup që e din se qa mundet me bë ky grup, sa i ka limitet edhe sa ka maksimumin. Unë besoj që është afër maksimumit sepse u pa me Spanjën, pse edhe Spanja të jetë një fituese botënorit sepse me këtë kundërshtar që ka lënë. Do ta komentoj për pak ndoshta edhe finale. Blert, më trego pak, dalim nga pjesa teknike dhe taktike e analizës së komenteve.
ke ndjekur ndeshjen e mbrëmshme ose cilat ndeshje ke ndjekur të këtij botërori dhe çfarë të ka bërë më tepër përshtypje? Shika, është e pamujtën, të mos me njek, se thjesht të kalon pedonale, vetëm ka një sy që ka patur automatikisht. atmosferë për njerëz vërtet. Më vjen keq që këtë vit s'ka patur një fan zone, por gjithsesi turistët e ka krijuar atmosferë. Për shembull, mbaj mend shumë gjëra është ajo mënyra festimit të norvegjezëve në pedonale. Absolutisht. Pra është ndjer atmosfera në çdo aspekt. Plus që për mua është pak më thosh dhe e turpshme të mos jem ose të mos i ndjek sistematikisht, të pas babën edhe vllahën shumë tifoza, edhe një janë gjithë me Brazilin? Ja, absolutisht, babën e kam gjerman. Do të thonë keni një mini botëror brenda familjes. Absolutisht, plus që edhe kam trajnerin e zemrës dhe ditës teme, cilin që duhet të jem në çdo moment situat, por ja që kjo është një thojse debati më i madh që unë shkputem plotësisht nga kjo pjesë, duke qenë se jam me mbi ngopun me sportin në shtëpinë, familjen nga të dy krah, kështu që është e pamujtën që tema që vëmendshme. Gjithsesi, unë do të metem për ta thënë përciptet gjithmonë. Fanse e Brazilit për gjithë shfaqjen që ka lanë deri ndër vite që filloi mundje diferenca. Do të mbetem fanse e Ronaldos si futbollist, edhe nuk besoj pavarësisht të gjithë atyre që janë Ronaldo i vjetër, Ronaldo i vjetër, absolutisht. Jo, absolutisht. Me të gjithë respektin për gjithë talente që bizotrojnë sot, në pa diskutim të vogël, Silvinho do të mbetet një ndër trajnerët në përgjithësi për mua më të mirë, dhe normalisht ai që thash Silvan Çokaj që përshëndes shumë fort për bashkëshortin tem që na ka treguar që mund ta fillosh nga zero, ja? Të bash një trajner shumë i mirë, të nifesh në një vend si Islanda, edhe të përcjellësh teknikën edhe nëse gjithmonë Shkodra duhet jetë e hapur apo vendi jonë i hapur për me tregu se si funksionon atje dhe për të përcjellë një kulturë të tillë këto. Dhe kështu që besoj që duke kenë edhe pak mendje hapur në këtë aspekt, edhe duke mos dominuar si gjithmonë një person në çdo aspekt, besoj që do të ishte gjë e më e mirë të shkëmbeheshin shumë mirë kulturat edhe informacionet edhe ajo mësimdhënia, mësimmarrja do të kishim një sport më të mirë. Do të dalë atë diçka tjetër. Unë do të mbetem fansja, okej, ja shohim gjithmonë me flokët e mia, e themi live, s'ka asnjë problem. Dhe Beckenbauer unë kam pas shok klaset, këtë kam përmend shumë shpesh. Dhe e përmend për faktin jo se është thjesht ndër futbollistat më të mirë të Brezit apo të moshës tij, apo se është i vllaznisë apo i Shkodrës, absolutisht, por sepse unë besoj që një personazh përbohet nga të qenit njerin rroth par, atëherë dhe talent. Edhe duke pas ish shoklaset, mbetet një ndër ato personazhe që na ka treguar që është një njeri, është një talent dhe jena krenar absolutisht. Dosha të përmend pak të personazhe të cilët domethënë na kanë treguar që mund të jesh talent, mund të jesh njeri, edhe mund të jesh shumë modest në jetën tonë përditshme, besoj që kjo është shumë e rëndësishme. Vërtet. Duhet të kaloj tek ndeshja e sotme, se nuk kemi shumë minuta në dispozicion, nga regjia kërkoi të më njoftoj nëse do ta kemi Gaspar Markun në një lidhje të drejtë për drejtë nga Kosova për të ndarë ndoshta ato momentet e post-ndeshjes mes Malishevës dhe Vllaznisë e vleshë për turin e parë të Ligës së Konferencës, ku skuadra shkodrane i dha fund aventurës së saj në Europë. Ndërkohë do të rikthehem tek sfida e mbrëmjes. Profesor, më trego pak se si e pret sfidën mes Argjentinës dhe Anglisë, shumë përfolura Argentina në fakt, që është jo vetëm një duel futbolli, është edhe një duel politik me skuadrave, po lexoja në historinë e tyre kanë patur konflikte mbi ishuj të caktuar, të cilat vazhdojnë ende sot, ndoshta jo në mënyrë shumë të shprehur, të qartë, po gjithsesi kanë në një farë mënyrë trazira politike dy vendet. Tani futbolli është diçka tjetër, po përsëri ka aludime që Argentina është disi e favorizuar. Realisht ky botëror ka kënd sjellje gjeopolitik, pra ka pas ato komentet edhe për vetë organizimin që është bërë në Amerikë e tjerë, por ne sigurisht do të flasim vetëm lidhe me sportin. Unë shpresoj shumë që të shoh një ndeshje shumë spektakolare se si pa me mbrëm pa një ndeshje shumë të mirë për ta studiu taktike, por jo me shumë emocion të drejtën, sepse nuk është se kishte shumë raste dhe situata të cilat
të entuziazmojnë shumë. Unë shpresoj shumë që ne të shohim një ndeshje më spektakolare sot me këtim rezultatesh, me gola nga të dyja krahët, sepse cilësitë e këtyre dy skuadrave janë në niveli shumë të lartë. Realisht Argentina është skuadra kampionin fuqi, po tjetër që ka Mesin gjithashtu. Ka Mesin i cili është një yll i cili s'po përendon, pra nëse Ronaldo pothuajse nuk tregoi asgjë në këtë kompeticion, ai vazhdon të jetë aty decisiv e tjerë, por ka edhe një skuadër e cila e mbështet në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe nëse ne flasim për Francën, ku realisht nuk përjashtohet mundësia që gjithë ajo pjesa e generalit Mbappés të ketë pa kënaqësi të yjeve të tjerë brenda skuadrës. Kjo pjesë e Argentina është e zgjedhur tashmë, lideri dihet dhe askush nuk pretendon që të ketë diçka më tepër, dhe janë një skuadër e cila më pëlqen për faktin sepse japi 100% në çdo ndeshje. Po tjetër që nuk mund të mohohet fakti që kanë pas edhe favorizimin e kalendarit, jo sepse dikush i ka favorizuar, por ashtu ka qellu, sepse kur nga dole nga grupet normalisht pra nuk është se ata kanë pra realisht përballja reale e tyre, ne mund të themi se është sot, sepse përballja me Zvicrën ishte ku Zvicra kishte fituar botënorin e saj. Dhe kështu që unë gjykoj se kemi një përballje shumë të barabartë, sepse Anglia Dhe shikojnë Argentinën pak më të favorizuar, se duket sikur Anglia është një outsider. Jo, nuk e shoh edhe për faktin sepse Anglia është finaliste europiane, 2 europianëve të fundit, pra ka një vërtetëtar të mirë, dhe ajo që ka ndryshuar te kjo Angli është një skuadër ndryshe nga të gjitha Anglit të paktën që kena pa ne, është një Angli që din me vujt. Dhe skuadrat që din me vujt realisht janë predispozuar me shkunar. Pra kam këtu parasysh një Angli ku me 10 lojtarë përballoj Meksikën, mbran Meksik, ku realisht pritshmëritë ishin që nuk mund ta përballohet edhe për vetë natyrën si kanë anglisht, ku fazën mbrojtëse nuk është se e kanë të kultivuar në atë nivel si po thojmë italianët e dikurshëm, dhe por që realisht trajneri gjerman unë gjykoj se nëse ka bën një punë të mirë te skuadra, ka bërë reparti i mbrojtjes, ku tashmë anglezët nuk është se janë ashtu lehtësisht depërtueshëm si më përpara, por janë një skuadër shumë solide dhe shumë racionale, siç ju thatë edhe më përpara, plus që gjatë këtij kompeticionit, krahas yllit saj që është Harry Kane i padiskutueshëm, po del një lojtar si është i konfirmuar, edhe ja firmuar tashmë si Bellingham, por që po është aq decisiv dhe ka një ritëm të jashtëzakonshëm. Kështu që tu i pas parasysh këto që unë thash më përpara, e shoh një ndeshje shumë të balancuar dhe e gjykoj deri diku 50-50. Nuk do të habitesha edhe nëse do të kishim shtesë në këtë ndeshje. Si e shikon Malvin? Vërtet është një ndeshje e balancuar apo ka një avantazh të lehtë qoftë edhe në letër Argentina? Ka Messi, në? Letër, mendoj që Argentina duhet pak më favorizuar, të tregona pak realista. Messi sigurisht. Ne gjithë presim sot të Argentina për të jetë finalist. Sigurisht është një apo dy më tepër, pavarësisht se në një fazë ku, si më thon, atë gjysmë finale, Anglia është një ekip që edhe po vun, fiks është. Tani nuk kena pa, nuk kena mrit, nuk kena ndaj bresti, më thonë që mund të ketë aku me pa shumë botënore, por nuk kena pa herë Angli të vujt, domethënë. Pra kjo difton domethënë që mund të jetë ndeshje. I fije më pjekun edhe kjo difton që ndeshja mund të jenë ekuilibruar, por që sinqerisht na shpresojmë që të jenë ndeshje që na lloren emocione, të jenë ndeshje që të kenë spektakël më anë, sepse për fundit futbollin vetveti sport që krijon. Por nga mënyra se si luajnë dy skuadrat jam i bindur që do të ketë gola. Kam përshtypjen. Po, diçka të bëjt fushë, lutem shumë, por unë besoj që atë grintën e sportit tuam të shohim dhe të ndjejmë për hir të vërtetës. Kjo është dëshira e neve si tifoz. Unë besoj që do të jenë një ndeshje shumë e luftuar, një ndeshje ku shpresojmë shohim spektakël, shohim gola, se njëta, domethënë, për ata kanë nevojë, njëta ndeshje që shënojnë gola, ata ndeshje ku kthejnë rezultate, edhe që shkojnë shtesë po nëpërmjet golave, jo nëpërmjet barazimeve pa gola, është shumë e rëndësishme për ne që të shohim spektakël fushën e lojës. Vetëm përpara se të kalojmë tek lidhja e drejtë për drejtë, edhe një pyetje për Malvinin. Do të na shijonte më shumë Spanja përballë Anglisë apo Spanjë Argentinë? Një finale latine.
Ja, me prandaj edhe Spanja me Anglinë i fjem. Me Anglinë më tepër. Me Anglinë, sepse e fituan edhe që ka nevojë të mos përdor ka pak kanë dashia, shikoj Argentina tani veç me gjitha për të parë. Profesor, cila do të shionte? Spanja-Angli apo Spanja-Argentinë? Nëse do të kishim një finale Spanja-Angli, do të ishte një finale e parë para 2 viteve kampionatit evropian, kështu që gjithmonë kjo përballje mes kontinenteve me ngjalli fije më kuriozitet edhe do të ishte dominancë europiane. Por dominancë europiane u pa, sepse gjithë po flasin për krizën e futbollit europian e tjerë, ama në tetëshe ishin 6 europiane. Po, do ta komentoj edhe pak më vonë pas lidhjes. Profesorin pak më parë përmendi që ka diçka që nuk shkon, nuk e di se tek cila skuadër përmendi, por duhet të di po, okay. Për Italinë çfarë ka që nuk shkon që qalon në një pikë, po kaloi vetëm shkurt profesor se po më pret Gaspar Marku. Jo, jam shumë kurioz se ka diçka, nëse kalon, rupet. Ajo është fituar. Po ti po më thu shkurt, ka 12 vjet si italian duke gjajnë vet. Kështu që është po mirë se ka një sistem të ndërtuar, gjykojon siç e gjykojnë ata të ndërtuar nga fillimi deri në fund gabim. Dhe është shumë e vështirë me ndryshu një sistem për të kanë sukses. Është çuditshme se në Europian kanë patur performanca të mira gjithsesi. Mirë, regjia më mundso lidhjen e drejt për drejt me Gaspar Markun nga Prishtina në fakt. Gaspar, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Mario. Ishte një manita e pa dëshiruar kjo e vllaznisë në Prishtinë. Një nga humbjet më të rënda në fakt në historinë e skuadrës në ballafaqimit evropian. Fillimisht përgëzoj dhe të uroj për drejtimin e emisionit e botrorit. Faleminderit. Një emision që jemi mësuar me kolegët e teknikës sa përcjellën të natë, por sonte ndër Je akoma në Prishtinë apo je nisur për në Shkodër? Ne kemi lënë Prishtinën dhe jemi në kushte jo komode, por falë dhe kolegut Mikel Stepina, fotoreporterit pasionuar, mjeshtrit e fotografisë të klubit futbollit Vllaznia, i cili është në timon. Jemi me automatin e tij duke u kthyer dhe për pak momente rezervuam të jemi drejt për drejt me ju, sepse sapo kemi kaluar doganën e Morinës dhe jemi nisur. Gaspar, çfarë nuk shkoi tek Vllaznia që poshtë me një rezultat jashtë çdo parashikimi në fakt? Nuk shkoi. Asgjë nuk shkoi si duhet. Një ndeshje që në fakt ne të gjithë e projektuan në mënyrën më të keqe, askush nuk e parashikonte. Jo vetëm unë dhe Mikel Stepina që jemi këtu përpara kamerës, Mikelin fush duke fotografuar dhe unë në tribun duke filmuar, por edhe shumë tifozë shkodrantë të cilët kishin ardhur posaçërisht nga Shkodra për të mbështetur Vllaznin, u zgënjyen nga kjo Vllazni që në fakt u largua me turp. Prishtina eliminoi një Marishev dinjitozën në fushën e lojës, po patra ditën pa përbojën e dur, edhe vetë përfaqësuesit e Marishevës, edhe vetë tifozët e Marishevës përpara ndeshjes e theksonin që është e vështirë për të përmbysur Vllaznin, por edhe pse pjesa e parë dha një impakt ndoshta pozitiv dhe u mendua se Vllaznia do ta ruaj avantazhin, madje edhe kërcënoi, por pjesa e dytë filloi me shumë gabime, probleme, pati gabime shumë në pjesën e parë. Domos e dyta ishte një pjesë e dytë për të harruar dhe një largim i turpshëm. Kjo është Po, absolutisht, bijem dakord, por a pati reagime Gaspar pas ndeshjes, qoftë nga ekipi i Vllaznis, sigurisht Bërdari që kam përshtypjen ka qenë optimist edhe përpara ndeshjes, se kishte një deklaratë që tha do ta përmbysim Vllaznin, po nga klubi kuqeblu, pati reagime pas kësaj disfate, doli dikush? Në fakt, pas ndeshjes, asnjë përfaqësues i klubit futbollit Vllaznia nuk mori përsipër se dilte përpara medjave, jo vetëm medjave të ardhur nga Shqipëria, nga Shkodra, por edhe për medjet e vendet, për televizionin shtetëror kosovar dhe për vedet e Prishtinës, vetëm trajneri i Marishevës, Thomas Bërdarit, doli gatshëm, entuziast dhe përsëriti atë që pati thënë edhe një herë ku Kristian dhe ju në konferencën e shtypit që kisha besim se do ta përmbys dhe kështu ishte, por
zgënjimi ishte madh, gabime të pafarshme. Do shta thot diçka dhe kolegu im Mikel Tetina që ka thënë shumë Patjetër, e përshëndesim edhe Mikelin. Kam përshtypjen që si tifozi Vllaznis e ka përjetuar këtë disfat. Të gjithë në fakt e ke përjetuar, patjetër. Faleminderit për ftesën edhe për mundësinë me fol, po ishte një humje që nuk do të mendoj në këtë formë. Kurse nuk kam në gjatë madhe me dhanë, thjesht një zhgënjim të thejtë se ekipi do të mbledhet dhe do ta kalojnë edhe këtë humje. Patjetër, disa e ndonjëherë të rrisin, të bëjmë më të fortë. Mikeli ishte pozicionuar për të fiksuar golat e Vllaznis, por ato erdhën në krahun tjetër. Gaspar, unë kam vetëm një pyetje, se e di që jemi drejt fundit të kësaj bisede. A kishte atmosferë, fest nga tifozëria vendase, se ishte jo vetëm historike përballja e parë zyrtare ndërmjet klubeve nga Shqipëria dhe Kosova, po ishte historike për Marishevën se nuk ishte kualifikuar asnjëherë në turin e dytë. Ndaj e kishte tentuar në 2 vitet e mëparshme, por kjo ishte e treta vërteta përballë Vllaznis, me një fitore shumë të thellë, bindëse, dhe një skuadër e krijuar në vitin 2016. Ishte në fakt atmosfera ishte në krahun e Vllaznis. Se përpara ndeshjes stadiumi ishte zbukuruar, ishte dekoruar me ngjyrat kuqe blu, tifozët ultras dhe kuqe blu për jetë, por dhe shumë tifozë të zakonshëm që ndjekin Vllaznin kishin pushtuar tribunën dhe mund të themi që mund të dominonte tifozëria shkodrane, por vetëm për pjesën e parë, sepse e dyta ishte festive. Festive për Marishevën të stadiumet të drejtë e feston këtë kualifikim. Ka dhe diçka Blerta Kopliku, që e kam në studio. Përshëndetje, Gaspar Marko. Po Blerta. Faleminderit që jam në edicionin tënd pa qenë ti. Mersi. Unë mbaj mend në edicionet informative të lajmeve në lidhje direkte, ku Vllaznia shënon të gol dhe isha unë në edicion. Gaspar i thotë gjithmonë ti ki lanë shans Vllaznis. Mos kishte të bante që unë s'isha në lidhje direkte kësaj radhe, se duhet kek një arsye. E kujtoj që ka qenë një ndërshprehje tipike. Kjo duhet parë dhe në departamentin. Duhet parë, okej. Ka të drejtë Blerta Kopliku, Mario, sepse e kujtoj në lidhjet e tjera të drejtat që kemi pasur nga Europa apo dhe nga qytetet e tjera. Blerta Kopliku ka goditur dërshenjë dhe ka qenë një fatë. Mirë. Gaspar. Edhe diçka e fundit, Gaspar, për ta përfunduar, kemi Argentinë-Angli. Sonte. Duhet komente. Argentinë-Angli tu përndeshje. Një parashikim të vogël. Unë parashikoj Anglin të kualifikuar sonte dhe një finale Spanja-Angli dhe trofeu shkon në Angli. Okej, interesante. Nuk e di parashikimi Mikelit. Po, Mikel, na thuaj, Anglia apo Argentina? Anglia ka një traditë bukur me pjesëmarrjen, por vetëm aq, nuk ka se lodhet unë me fitu titël, që ja urojmë Argentinës. Riktheu shpejt me këmbë në tokë Anglin. Mirë, ju përshëndesim dhe rrugë të mbarë për në Shkodër. Mirë se të vini, Gaspar, e ndjen ky emision mungesën tënde. Ishte në panelin, Okej, faleminderit. Mirë. Fitani dhe Martin Zerove janë në vërtet trajnerës shumë pasionante për vëzhgimit. Patjetër, dy të ruajt. Po. Mirë, faleminderit. E mbyllim këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina rrugës për në Shkodër. Për të folur për po. Dhe emocione që të servirë, ndonjëherë pozitive, ndonjëherë negative, por gjithsesi edhe humbjet janë pjesë e jetës. Tifoz italis. Unë e shoh si spektator, unë dua që të shkoj në fakt Anglia, po besoj se kualifikohet Argentina. Se skuadër të paktën në letër duket më e fortë. Tani unë jam drejt fundit, drejt mbylljes, por dua vetëm ndonjë koment në lidhje. Po, kemi Gaspar në diçka të fundit, po. Kam edhe diçka, sepse unë jam besuar se do na duke mbyllur emisionin,
Te falenderoj kolegët e Pultit, prandaj edhe ato që Falenderojmë dhe ujin Rrugova se pak e lëm porosi, po, në përshtetësin e emisionit. Kryeministrin se në fakte ata jo pak u munduan patën probleme gjatë lidhjes me internetin, po u treguan shumë të nderuar. Profesionist, patjetër. Interbashën dhe kryeministrin. I vëmendshëm si Patjetër, absolutisht. Faleminderit Gasper. Dhe rrugë të mbar. Profesor, surprizë ishte të mos kemi Brazilin, të mos kemi Italin, të mos kemi Gjermanin në fazën gjysmë finale të një botërori e çuditshme në fakt. Ishte botërori i çuditshëm ky me 46 skuadra. Realisht si u nis, drejt fundit nuk po shkon shumë i çuditshëm sepse në fundit Anglia, Argentina, Spanja dhe Franca e përligjin në gjysmë finalen sepse kanë histori. 48 ndjes, okej. Sa e vëmendshme është strategjia. Kanë histori në futboll, sigurisht që unë nuk do të habitesha në asnjë mënyrë nëse do të kishim Norvegjin në gjysmëfinale sepse ishte një ekip i jashtëzakonshëm me Haaland, po. Jo vetëm me Haaland, por me kry Haaland dhe më përpara diskutu me Italinë, shoh se ka pas një fatkeqësi të Italisë që nuk është në botëror, është fakti se kishte Norvegjin dhe Norvegjia tregoi se çfarë potencialit ka. Dhe realisht edhe këto surprizat si Norvegjia janë shumë të këndshme kur paraqesin futboll të nivelit nacional. Çka tregon se gjeografia e cilësisë futbollit nuk ka më monopol i Brazilit, i Italisë, i Gjermanisë aty në tradicionaleve, por nëse ka politikat e duhura, sigurisht që mund të arrijë rezultate edhe shtete të vogla si Norvegjia ku nuk janë më shumë se 5 milion gjysmë banor dhe arrin një nivel të tillë ku më përpara kishim Kroacin e cila dha një shembull të jashtëzakonshëm dhe kjo është një farë shpresë. Kjo është një farë shpresë edhe për kombëtare si Shqipëria ku kena provu Europianin, por si shpresojmë duke u frymëzuar nga këto shembuj që të kena edhe ne mundësinë që një ditë të jena pjesë e një kompeticioni të madhor siç është botërori. Por gjithsesi, gjykoj se për sa kohë këto janë gjysmëfinale e kanë po diskutim të merituar këtë pozicion. Kush ishte surpriza më e madhe malvin e këtij botërori? Ishte Norvegjia një surprizë e madhe? Po, historike kjo fakt që Norvegjia, sepse Norvegjia bani një të ri shumë mirë, jo mbrapa edhe Maroku, po okej, edhe Maroku, pra ishin ekipe që i llonin bukuri edhe pse nuk mund ta them krejt që kampionati botëror nuk ishte një bukuri të madhe, por ama na nuk habitena kur ka bukuri për Francës, për Spanjës, për Argentinës apo për Gjermanisë apo për këtyre ekipeve elitare të mëdha. Po kur ekipe si Norvegjia i napin bukuri, domethënë janë ekipe që tregojnë shembull në futboll, janë ekipe që të impresionojnë shumë të mirë, pavarësisht se në fund e djallos. Okej, po si ideja ishte domethënë që nga që analizuam pak Norvegjin apo Marokun, pra ishin ekipe që i llonin bukuri neshjeve e na banin e na impresionuan këto pa neshjet. Ndërsa tu nalte gjysmëfinalja e sotme, unë thjesht mendoj edhe them si tifoz po kthehen pak ka Anglia sepse thajmë drejtën Argentina mund të jenë në letër duket më favorite. Por mund të ndodhin si ndodhi më, që më favorite ishte Franca dhe doli Spanja. Shpresojmë që bëhet ndeshja e bukur kjo kryesore, na llorin emocione, na llorin gola, kjo kryesore domethënë që na impresionojnë to e pa neshën. Kjo për fundit butnore kena nevojë me na dhuru patjetër, edhe na i ka dhuruar, na i ka falur këto emocione. Bler, do e shohësh ndeshjen sonte? Ja është tifoze sa për të parë për shembull Argentinën me Anglinë në orën 21? Shiko, është e pamundur, thashtë edhe pak më parë të mos e shikosh. Pjesë paktën, por gjithmonë e vëmendshme ndaj detajeve të futbollit jam me këtë pjesën më shumë. Edhe nuk jam gjithmonë me këtë pjesën që ja po do ta fitoj ndoshta Argentina sepse është më favorite. Na ka treguar ky botëror që ka surpriza nga ato që na impresionuan, them edhe një herë duke u larguar skuadrat më të forta, më të mira, që kanë fituar gjithmonë. Nuk po them ndoshta ta fitojnë, po jo as shpejt largohen. Kjo është e gjithë ideja. Po çfarë se Regjia më bën me shejt shifore, më thonë. Okej, pa diskutim edhe duhet të them edhe këtë të fundit që sërish me vllaznin janë momente që ndodhin. Është top, është ndeshje, është momente të ndryshme edhe jemi me një vllazni që e kemi shumë për zemër edhe do të ketë fitore pafund. Kështu që ky është një moment. Skuadra e zemrës nuk ndrohet asnjëherë. Absolutisht, për asnjë arsye. Edhe një gjë lidhe me këto
parashikimet, në qoftë se do të kishim një finale Kam pyetjen e fundit, kush do e fitoj Në qoftë se do të kishim një finale Spanja-Argentinë, do të ishte shumë interesante, ku do të kishim Argentina si në Messi, si ashtë prodhim spanjoll, edhe sigurisht nuk e di domosdoshmë sa do të ishte dhimbja e spanjollëve në qoftë se ai do të ishte protagonist për me fitu një kompeticion. Kërkëngjes, profesor. Kam qenë shumë e vogël, një ndër kompeticionet botënorit ku ndeshen Gjermani-Brazil. Unë besoj që aty ka marrë 1-7, 7-1-shit. Ka ca vite, kam qenë e vogël thënë edhe një herë. 2-0 në finalen e 2002. Mund të qenë ndoshta ndër të fundit përballje të dy skuadrave të tilla në finale, pa diskutim. Dhe në Kore të Jugut. 2002 po, 2-0 për Brazil. Herë, përveç asaj distancës që kam mësuar nga futbolli, edhe vuajtjes madhe shpirtërore që Brazili humbi, besoj që edhe që nga aty ka patur pastaj jo më të tilla përballje kaq spektakolare. 7-1, okej. Dakor. Kush e fiton botërorin? Pyetja fundit dhe pastaj ikim gjithë për ta parë ndeshjen. Unë do të jem Anglia do kam një tendencë për të qenë ata që janë pak më dobët, kështu. Realisht Spanja më ka tregu një farë prepotencet ku vështirë që një skuadër është, domethënë ishte një provë force. Dhe realisht është në qoftë se deri në këtë moment dhe ne flisim për një Francë që ishte ekipi për të mundur, mund as lehtësisht po themi nga Spanja sa vështirë si të ketë një favorite në letër me përqindje më të lartë se sa Spanja. Okej, po profesor? Të njëjtin mendim ndajallë domethënë te Spanja, sepse e kaloi finale, e luajti finalet parakoshme, edhe e luajti shumë mirë, shumë lehtësisht. Spanja duket i thirrë më afër. Nëse është pra Argentinës mirë të qëndrojnë në Europë. Një pas do të ishte sonte. Jo, këto e keni me Gaspar Marku. Ja. Unë duhet ju falenderoj shumë që ishit prezente në datë disa minuta patjetër. Kush e fiton? Po, në një farë mënyrë e pa me Anglinë që në fillim. Duhet ju falenderoj vërtet që i ndat të minuta me ne. Sigurisht edhe gjithë shikuesit nuk po ju marr më tepër kohë, regjim patjetër që më kujton her pas here orën. Të gjithë do ta shohim sfidën e dytë gjysmëfinale dhe me Gaspar Marku do të jeni në takimin e radhës. Faleminderit. Kalofshi mirë.